Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e parë të këtij emisioni për këtë javë. Me analistin Adrian Zëqiri do të diskutojmë për dështimin e mandatarit të qeverisë Albin Kurtit për formuar qeverinë. Me dështimin e djeshëm, Kurti është bërë mandatari i parë në historinë e Kosovës, i cili nuk ka arritur të asigurojë shumicën e nevojshme brenda kuvendit për qeverinë e tij. Por cilat ishin arsyet e këtij dështimi dhe pse nuk po shohim konsensus partive politike që të arrihet një marrëveshje për të kaluar buxhetin e marrëveshjet ndërkombëtare dhe çka do të prodhonin zgjedhjet e reja, të gjitha këto i diskutojmë në këtë intervistë të cilën e kemi xhiruar sot gjatë ditës. Por fillimisht ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Shmanga e zgjedhjeve sipas Kusari Lilës është votimi i qeverisë Kurti nga deputet të caktuar e Abdigjiko Limaj takohen, por nuk japin detaje për arsyet e takimit. Arrestohet dhe ndalohet për 48 orë prokurori prokurorisë themelore në Prizren Bejt Shala. Ai dyshohet se mori rishfet për të mos i vënë mas paraburgimin një personi të ndaluar. Qendra për raste gjyqësore strategjike dorëzon padi në Gjykatën Supreme, kërkon ndalimin e obligimit të pensionistëve që të dëshmojnë se janë gjallë. Pasi dorëheqjen nga pozita e ministrit të mjedisit në qeverinë Kurti 2, Libun Aliu, qeveria e Edi Ramës e emëron drejtor të portit të Durrësit. Mimoza Kusari Lile, kryetare Alternativës dhe partnerja e koalicionit të vetëvendosjes, ka thënë se vetmja mënyrë për të evituar zgjedhjet është që deputet të caktuar të votojnë për formimin e qeverisë Kurti 3. Në një intervistë për Ekonomia Online, Kusari Lila theksoi se nëse Kurti arrin të sigurojë 61 vota, atëherë mund të thirret një seancë tjetër brenda fatit kushtetues për votimin e qeverisë. Unë besoj që i vetmi ndryshim mund të jetë që në rast se ka vullnet të deputetëve të caktuar për të votuar qeverinë dhe mandatarin, në këtë rast kryeministri Albin Kurti mund të garantojë se i ka 61 vota dhe të thirret një seancë tjetër brenda fatit kushtetues. Kjo është e vetmja formë, po jam e bindur se nëse nuk ka ndryshim të qartësisë apo të pozicioneve, zgjedhjet siç po shihet po shkojnë drejt atij drejtimi, ka thënë Kusari Lila. Kuvendi do të E kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, dhe ai nismë socialdemokrate Fatmi Lima janë takuar sot gjatë ditës. Ndonse nuk i kanë bërë të ditura temat që kanë biseduar, Abdigjiku e quajti takim të shkëlqyeshëm. Ishte një takim i shkëlqyer me një mik të shkëlqyeshëm siç është Fatmi Limaj, ka thënë Abdigjiku. Takimi kreu të LDK-s dhe atij të nismës vjen një ditë pasi mandatari për formimin e qeverisë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, nuk arriti të sigurojë numrat e nevojshëm brenda kuvendit për formimin e qeverisë. Ndonse nga sot ka nisur të rrjedha fati 10 ditor brenda të cilit presidentja Vjosa Osmani duhet të zhvillojë diskutime me përfaqësues të subjekteve politike për caktimin e mandatarit të dytë për formimin e qeverisë. Osmani ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Riyadh, Arabi Saudite. Presidentja Osmani është pritur me nderime ushtarake në vizitën e saj atje. Ajo po qëndron në Riyadh me ftesë të princit të kurorës Arabi Saudite, Muhammed bin Salman, ku do të marrë pjesë në Future Investment Initiative. Ky forum, i njohur si një nga ngjarjet më prestigjioze globale për investime dhe inovacion, mbledh udhëheqës botëror, drejtues të korporatave më të mëdha ndërkombëtare, investitorë dhe ekspertë të teknologjisë dhe politikave publike për diskutuar ide dhe strategji që do të formsojnë ekonominë dhe shoqëritë e së ardhmes, thuhet në njoftimin e presidencës. Edicionin e vazhdojmë me zhvillime të tjera, ku është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë prokurori i prokurorisë themelore në Prizren Bejt Shala në ndyshimet për marrje rishfeti. Sipas njoftimit nga sistemi prokurorial i Kosovës, Shala është arrestuar në vendin e tij të punës. Hetuesit policor gjithashtu kanë kryer bastisje në zyrën e punës dhe në vendbanimin e të dyshuarit, ku janë sekuestruar prova materiale që do të shërbejnë gjatë procedurës hetimore penale. Betimi për drejtësi raporton se arrestimi i Shalës
Shalës është bërë bazuar në një video incizim në të cilin prokurori Shala është incizuar duke pranuar rishfet nga avokatja që dyshohet të jetë Drenush Berisha. Takimi i tyre është zhvilluar më 25 gusht të vitit 2022 në veturën e Shalës. Avokatja Berisha në këtë takim dyshohet se jep rishfet Shalës 350 euro për të mos paraqitur kërkesë për caktim të masës së paraburgimit pas ndalimit të klientit të saj për 48 orë. Gjatë aksionit Shalës i është basisur shtëpia. Betimi për drejtësi ka kontaktuar edhe avokatën Berisha, por ajo ka mohuar të jetë në video incizim. Seanca ndaj 3 akuzuarve në rastin e sulmit terrorist në Banjë që është paraparë të zhvillohet këtë të hënë ka njoftuar gjykata themelore në Prishtinë. Arsyeja e anulimit është se gjykata e Shkupit ka njoftuar se nuk është e mundur të realizohet lidhja me video e konferencës për sot, pasi pajisjet nuk janë funksionale për dëgjimin e dëshmitarëve të paraparë. Gjykata ka bërë të ditur se lidhur me caktimin e datave të radhës në këtë çështje penale, palët do të njoftohen paraprakisht përmes ftesave. Prokuroria Speciale së bashku me Policinë e Kosovës ka njoftuar se janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi. Kandidati edhe për një mandat në krye të Prishtinës Përparim Rama ka fajsuar sërish nivelin qendror për bllokat të buxhetit, duke thënë se punëtorët e ndërmarrjes gjelbër prej kohësh po përballen me vonesa në marrjen e pagave të tyre. Sipas Ramës, bllokada po dëmton jo vetëm punëtorët, por edhe shërbimet publike jetike të kryeqytetit, është e pajustifikueshme, e paleshme dhe me prapavi të qartë politike. Rama ka njoftuar se ka dorëzuar padinë ndaj ministrit Murati dhe 3 zyrtarëve përgjegjës për këtë pengesë të qëllimshme. E pas këtij reagimi, ministri në detyri financave Hekuran Murati i është përgjigjur kryetarit aktual të Prishtinës Përparim Ramës. Murati ka thënë se ndërmarrjet komunale janë nën menaxhimin e komunës dhe qeveria qendrore nuk ka asnjë kompetencë të to. Sipas tij, shumica e ndërmarrjeve publike në komunën e Prishtinës aktualisht gjenden para kolapsit financiar për shkak të keq menaxhimit e mbipunësimit që ka bërë qeverisja e Përparim Ramës. Ka shtuar se kjo është arsyeja kryesore dhe se gjithçka tjetër është broshkull. Qendra për raste gjyqësore strategjike ka dorëzuar në Gjykatën Supreme padi për shfuqizimin e udhëzimit administrativ për procedurat e lajmërimit, suspendimin nga pagesa dhe kthimin e mjeteve në rastet e keqpërdorimit të pensioneve. Në një njoftim të kësaj qendre thuhet se gjykatës i është kërkuar që në tërësi të shfuqizoj paragrafet 2, 3, 4 dhe nenit 5 të udhëzimit administrativ. Përmes këtyre dispozitave thuhet se udhëzimi administrativ cenon të drejtat rreth 180.000 pensionistëve. Ky cenim të drejtave ka të bëjë me aplikimin e ndërprerjes së pagesës për pensionistët që nuk janë lajmëruar me kohë në zyrat rajonale të pensioneve, e rrjedhimisht duke u mohuar edhe të drejtën për kompenzim retroaktiv të pagesave për periudhën kohore sa nuk është kryer procedura e lajmërimit, thuhet në njoftim. Në Kosovë llogaritet jenë mbi 300.000 pensionistë. Pensioni kontribut pagues është 318 euro varësisht nga niveli i arsimimit, kurse pensioni bazik apo i moshës është 120 euro. Libur Naliu është emëruar drejtori i portit të Durrësit. Lajmin e ka bërë të ditur ministri e arsimit në Shqipëri Mirela Kumbaro përmes një postimi në rrjetet sociale. Emërimin e tij Kumbaro e ka quajtur lajm shumë të bukur. Por herë kemi thënë se Durrësi është porta e përbashkët drejt Adriatikut si për Shqipërinë dhe Kosovën. Prandaj nuk mund të kishte zgjedhje më të mirë për ta mishruar këtë vizion e ndjesisë se sa Libuni, një adhetar dhe funksionar i sprovuar publik, me të cilin si ish ministre e mjedisit kanë pasur marrëdhënie të shkëlqyera bashkëpunimi gjatë kohës kur edhe ai drejtonte sektorët e mjedisit dhe planifikimit hapësinor si ministër në Kosovë, ka shkruar ajo në Facebook. Aliu ishte ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, post nga i cili dha dorëheqje pas emërimit të Dim Albashës në krye të Kuvendit të Kosovës.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka filluar periudha e votimit me post për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Sipas KQZ-s, ky proces u mundson 29.712 shtetasve të Republikës së Kosovës të regjistruar me sukses për votim jashtëvendit që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në kohë. Votimi zhvillohet për komunat ku do të bëhet raundi i dytë i zgjedhjeve përfshir Gjakovën, Gjilani, Dragashin, Kashanikun, Klinën, Fushë Kosovën, Mitrovicën e Jugut, Obiliqin, Rahovecin, Pejën, Prishtinën, Prizrenin, Suharekën, Vitin, Vushtren, Junikun, Mamushën dhe Klokotin, thuhet në njoftim. KQZ-ja ka nisur procesin e votimit jashtëvendit pa pritur certifikimin përfundimtar të rezultateve, siç thuhet për shmangur vonesat dhe për të garantuar që çdo shqiptar i regjistruar mund të votojë me kohë. Tani do të lidhemi direkt me Valbona Bytyshin, kolegën tonë, e cila po përcjell konferencën e thirrur në orët e pazitës nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndjekim direkt një pjesë e kësaj konference. Të lira të ndershme të nëntë shkurtit së vjetë, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit, e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me lidershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëj pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legitimitet të madh dhe të drejt për drejt nga populli. Dua të theksoj se unë dhe lëvizja vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbojmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, edhe kur kemi votuar menjëherë Komisionin për verifikimin e mandateve, edhe kur kemi propozuar menjëherë për kryetare kuvendi Albulena Haxhiun, edhe kur kemi propozuar menjëherë metodën e votimit të fshehtë, edhe kur e kemi zëvendësuar menjëherë Albulena Haxhiun me të tjerë kandidat derisa u votua kryetari aktual i kuvendit Dimal Basha, dhe lëvizja vetëvendosje ja ka dërguar nominimin tim presidentes së Republikës menjëherë për të filluar me përpjekjet për zgjedhjen e qeverisë. Kur janë afruar afatet, ne nuk kemi hezituar asnjëherë. Por tash ndërkohë kemi hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit tonë të plot 4 vjeçar. Nuk e kemi menduar që do të ndodhë, sigurisht që nuk e kemi dëshiruar, por dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë. E në këtë mandat që është mandati i qeverisë në detyrë, ne kemi përplot detyra të cilat po i kryejmë me përkushtim dhe përpikri. Më lejoni të përmend vetëm disa prej tyre. Kemi vendosur gur themelin e qerdhës së re në Bardhosh Prishtinës, investim prej 1.17 milion euro. Kemi vendosur gur themel 3 edhe për shkollën fillore dhe qerdhën në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, investim i Mashtit
me vlerë mbi 4.1 milion euro dhe shkollës së re në Fushë Kosovë po ashtu. Gjithashtu edhe depoja e barnave në Fushë Kosovë po ndërtohet duke e bërë vendin tonë me depo të duhur të barnave pas më shumë se 2 dekade. Kemi vendosur edhe gurthemelin e objektit të ri të QKMF-s në Shtime dhe objektit të ri të EMT special, pastaj të pishinës së dytë gjysmë olimpike në nivel vendi në Podujev, të stacionit të policisë në Zubin Potok dhe të ndërtesave të banimit të përballueshëm dhe social në Pej, Podujev, Gjilan, Istog. 404 njësi banesore janë duke u ndërtuar prej se jemi qeveri në detyrë. Kemi vendosur gurthemelit e 2 urave të reja mbi lumin Ibër Mitrovic, njëra tashmë ka përfunduar, ndërkaq tjetra është në ndërtim e sipër, si dhe të stadiumit të qytetit të Theron dhe Suarekës, investim i MKRS-s në vlerë prej 11 milion euro. Ndërkohë kemi përuruar kundruesit për sistemin e ujit të pishëm që u siguron ujë të pishëm e të sigurt për 10.000 banor të Stogut, objektin e ri të stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit në Izvor Zveçanit, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë, zyrën e re të postës Kosovës në Leposavić. Ja kem pra një pjesë të konferencës së thirrur nga kryeministri i detyrë Albin Kurti një ditë pas dështimit të qeverisë së tij, pra pam disa prej arsyeve të cilat ai i renditi dhe përpjekjeve të cilat thasi ka bërë për formimin e qeverisë dhe fori gjithashtu për zgjedhjet e reja. Megjithatë, për të ndjekur të gjitha detajet e kësaj konference, do të mund të ndiqni në edicionin qendror të lajmeve, ndërsa ne tani ju ftojmë